ndërimin e viteve për të festuar. Një vit na la, një vit na pret, njëri thot të lam të mirë, tjetri për shëndet. Fëmi të lumtur, dhurata ndërduar, fëmi të varfër, dhe parënuar, por syti shkëlqejnë të gjithve njësoj. Ata kanë dashurinë që Zoti bekoj. Përshëndetje, me qenë se baba gjyshi është lodhur duke ndarë dhuratat, ka shkuar të pushoj dhe mua më ka lënë detyrën të bëj urimet e fundit për këtë fund viti. Dhe unë do ta filloja pikërisht me fëmijët, të dashur fëmijë, prindër dhe miqtë e misionit në botën e fëmijëve. Me rastin e ndërimit të viteve, ju uroj nga zemra një vit të ri plot buzëqeshje, shëndet, dashuri dhe ëndra të bukura që bëjnë realitet. Fëmijë të dashur, vazhdoni të ndëroni, të mësoni dhe të besoni në magjinë që mbani brenda jush. Faleminderit që na sillni gëzime drejt me pafajësinë tuaj çdo ditë. Le të na sjellë vit i ri më të bashkuar, më të lumtur dhe më me shumë aventura të bukura në botën e fëmijëve. Gëzuar vitin e ri. Të gjithë ne, panelistë, drejtues, ndjekës të emisionit, jemi pjesë e pemës së bukur të vitit të ri me dëshira, ëndra dhe realizime dhe shpresoj që 2026 të jetë një vit plot suksese, plot realizime dëshirash dhe plot pjesëmarrje në emisionin Në botën e fëmijëve. Përshëndetje, fëmijë të dashur, prindër, dëgjues dhe ndjekës të emisionit Në botën e fëmijëve. Së pari dua t'ju falenderoj për gjithë mbështetjen, ngrohtësinë dhe dashurinë që më keni dhënë gjatë gjithë vitit në këtë emision të mrekullueshëm. Në çdo puntat jam ndjerë e veshur me buzëqeshjen e një fëmije, me emocionin e një vogëlushi, dhe jam ndjerë si në shtëpinë time me zërave magjik të gjithë panelit. Fëmija brenda meje nuk është larguar kurrë, dhe faqet e kuqe nga emocioni kanë qenë gjithmonë të pranishme në çdo emision. Ju jam thellësisht mirënjohëse dhe falenderuese. Pa ju s'do isha unë. Ju keni qenë një pjesë e rëndësishme e këtij udhëtimi tim artistik, që nga fillimi dhe deri tani, dhe do jeni gjithmonë një pjesë e rëndësishme e jetës time. Me shpirt sot ju uroj gëzuar vitin e ri 2026. Le të lëm pas mërit dhe të këqijat e vitit të vjetër dhe të përqafojmë të mirat që na sjell viti i ri. Le të jetë ky vit një rrugtim i mrekullueshëm, plot aventura, miqësi të sinqerta dhe momente magjike. Uroj me shpirt që ky vit i ri t'ju sjell shumë buzëqeshje, lajme të mira, momente të bukura, shëndet, suksese dhe ditë të mbushura me gëzim e begati. Le të hapim zemrat, të zjatim duart, të falim dashuri e të përqafojmë sa më shumë, ta duam më shumë njëri tjetrin, sepse dashuria shëron dhe bashkon zemrat. Çdo ëndër e juaja le të fluturojë mbi re. Çdo dëshirë le t'ju bëhet melodi. Çdo ditë qoftë e mbushur me gas e hare dhe shpirti t'ju ngrohet me plot dashuri. Dhe a mund të rria unë sot pa ju uruar me disa vargje të mijat të improvizuara në këngë, por të përshtatura në melodinë e një këngë për fëmijë shumë të njohur, të cilët e këndojnë çdo prag viti të ri.
Viti ri trokete dera, qesh e gjithë shtëpia, plot me zëra si pranvera, gëzojnë prind edhe fëmia. Bora bie me ngadal, birru qet e qet, viti ri magji e rrall, vjen na përshëndet. Viti ri magji e rrall, vjen na përshëndet. Bredhi natën e ndriçon, yjet plot me ngjyra, ëndra lart në qiell shkon, vezullojnë fytyra. Baba gjyshi tek ne vjen, me thes plot gëzim, dashuria shtëpin gjen, shëndet dhe bekim. Dashuria shtëpin gjen, shëndet dhe bekim. Ju uroj shumë fat, bekime dhe lumturi në familjet tuaja. Ju përqafoj nga zemra me plot dashuri. Gëzuar, gëzuar, ju dua të gjithëve. Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të dashur fëmijë, përshëndetje të gjithë ju ndjekësit dhe adhuruesit, mbështetësit, komentuesit, sugjeruesit, kritikët, kushdo që jeni afruar emisionit Në botën e fëmijëve. Unë jam Teta Mimoza. E di që kam bërë ca mungesa në këtë emisioni Në botën e fëmijëve, por asnjëherë nuk e kam harruar prezencën time tek ju, sepse të kontribuosh në botën e fëmijëve është më se hyjnore. E keni parë të dashur miq që në emisionin ton ne vazhdimisht kemi bërë një mpleksje ose si të thuash një ndërthurje të krijimtarisë së kaluar, të moshës sonë apo të prindërve me atë të sotmen. Kjo thjesht për të treguar që ne dim ta mbajmë fëmijën brenda vetes dhe ta sillim atë dhe ta shpalosim atë edhe në formë jo vetëm nostalgjike, por edhe si një përballje me një realitet të ri. Dhe kemi parë që fëmijët e këtij paneli e kanë përqafuar krijimtarinë e atyre viteve. Prandaj mos hezitoni të dashur miq. Le të flasim, le të tregojmë fëmijëve, ato kanë nevojë të dëgjojnë një rrëfimtar më i mirë se sa një gjyshe, se sa një prind, se sa një edukatore, se sa një shok, se sa një mik, nuk mund të jetë asgjë e bukur e parë në ekranin e ftohtë të një televizori apo në ato filmat e bukur të Krishtlindjeve që familjarisht ulemi dhe i shohim. As do t'ishte më mirë që të flisnim, të tregonim, të shpreheshim, të ndronim së bashku, të buzëqeshnim, të luanim së bashku, të prekemi, të ndihemi që jemi një familje. Dhe në këtë rast, në botën e fëmijëve, jemi një familje e madhe që mësojmë përmes shembujve dhe mesazheve që hera herës me krijimtarin ton, të gjitha zonjat e panelit sjellin dhe e ngrohin shpirtërisht atë ambient. Të dashur fëmijë, unë do doja që cilja në vëmendjen tuaj pak rishta nga porositë e Nën Terezës, e cila thot, është Krishtlindje çdo herë që ti zgjat dorën vëllait tënd. Është Krishtlindje aq herë sa ti e ndan pjesën tënde me atë që s'ka. Është Krishtlindje kur ti jep shpresë atij më të pashpresit. Është Krishtlindje kur ti dritën tënde e përçon. Është Krishtlindje të marrësh pjesë në emisionin Në botën e fëmijëve, sepse sot po lë një gjurmë që nesër të ndjehesh krenar për frymën tënde edukative dhe mesazhet shumë përcjellëse. Do doja që pafund të buzëqeshni, pafund të ndërroni dhe të dhuroni. Jo vetëm të dhuroni dashuri, tolerancë, gjë e cila është njerëzore, por mbi të gjitha të falni. Falja është hyjnore. Fëmijë, mësues, edukator, prindër, mbi të gjitha, ty Alma, e cila ke lënë çdo angazhim dhe ke bërë bashk njerëz pasionant, Peter Panist, mos rreshni kurrë së dhuruari nga bota juaj fëminore. Mos rreshni kurrë së ndjeri fëmijë dhe nëse e dëshironi paqen e brendshme, kërkojeni atë tek fëmijët.
gëzuar. Përshëndetje fëmijë dhe të rritur të emisionit në botën e fëmijëve. Unë jam me Motra dhe me vëllain tim, me Aurorën, me Noelin, me Elinën. Jemi mbledhur për të uruar një vit sa më të mbar. Qoftë viti i realizimeve të ëndrave tuaja. Le të jetë viti ku dashuria, mirësia dhe mirëkuptimi të mbizotërojnë në zemrat tuaja dhe në familje. Për ju miq të vegjël të emisionit në botën e fëmijëve, ju uroj sa më shumë suksese në shkollë. Edhe një herë, gëzuar vitin e ri. Gëzuar! Shihemi vitin tjetër në emisionin në botën e fëmijëve. Mirë mbrëma të dashur fëmijë dhe familjarët tuaj. Ju uroj të kaloni sa më gëzueshëm dhe këndshëm në përsjellje të vitit të vjetër dhe pritje të vitit të ri. Ju uroj shëndet, suksese në shkollë dhe në punë, kudo që jeni. Hej, po ti këtu çfarë po bën? Po më ndjek mua? Përse po më ndjek? Është vetëm një ditë nga viti 2025. Më lini të qetë, sepse unë ju kam marrë në ndim në 2025-ën. E di si, duke marrë pjesë në podcastin e fëmijëve që Alma me Pueti drejton. Hej, Alma, ta fillojmë çik seriozisht. Unë duhet të të falenderoj për kohën që ti i përkushtohesh këtij emisioni fëmijëve, prrallave dhe çfarëdo lloj ideje që ti ke sjell në atë podcast. Të falenderoj që ke grumbulluar disa persona dhe ke bërë stafin tënd të punës, edhe pse vullnetarisht. Ke përfshirë fëmijë, ke përfshirë zonja të nderuara dhe unë dua thjesht t'i falenderoj. Të falenderoj që më ke bërë pjesë të këtij podcasti edhe mua disa herë. Puna që bën ti është vërtet një punë për t'u çmuar dhe admiruar. Unë uroj që Zoti të t'i jap akoma fuqi dhe mençuri për të sjellë gjëra më të bukura në 2025-ën. Sot është një vit e veçantë, jo vetëm pse është dita e fundit e vitit, por ti Alma ke ditëlindjen. Unë të uroj gëzuar ditëlindjen dhe Zoti të dhënë shëndet mbi të gjitha, edhe siç thash më përpara, edhe mençuri për të sjellë gjëra më të bukura në vitin 2026. Uroj çdo kënd që ka marrë pjesë dhe është bërë pjesë e këtij podcasti, ta duan këtë emision, sepse është një emision për ata që do të jenë ardhmja e vendit tonë. Dhe nëse ne i servirim gjëra të bukura, sigurisht që ata do të bëhen me një zemër të bukur dhe sigurisht që do të shpërndajnë dashuri. Dhe unë këtë uroj për të gjithë. Në 2026 uroj që të gjithë njerëzit nëpër botë të shpërndajnë paqe dhe dashuri. Nga unë ju uroj një vit të bukur, një vit të mbar, edhe ju plotësofshin të gjitha dëshirat. Hej fëmijë, shkruajini të gjitha synimet dhe qëllimet që ju doni t'i vini vetes në 2026. Hecni me ato në mendje dhe punoni pak për t'i arritur. Çdo gjë arrihet në jetë, por do vetëm për kushtim. Siç është përkushtimi i Almës për të bërë emisionin për ju. Hej, nga unë Luli, një puthje të madhe me plot dashuri, gëzuar 2026. Ja ku kemi dhe Elfë Samuele. Gëzuar të Vitin e ri. vitin e ri. Përshëndetje Alma, përshëndetje të gjitha vajzave të stafit në botën e fëmijëve. Unë për këtë fund vit kam ardhur kështu. Viti që lam pas është si një fletë e mbushur me shënime të çrregullta. Disa rreshta suksesi, disa të njollosura nga lodhja, disa të grisura nga lotët dhe disa ende të papërfunduara. Duhet të jemi mirënjohës. Për çdo gjë kemi kaluar, se të kultivosh mirënjohje do të thotë të jesh i lumtur. Edhe nëse e nisën vitin me ëndra, ndonë se disa e humbën rrugën, disa u përgjysmuan, disa nuk e nisën kur rrugëtimin e tyre.
Duhet të jemi krenar, se në fund ajo që na bën të tillë nuk janë vetëm sukseset, por edhe mënyra si kemi përballuar sfidat dhe dështimet. Si kemi qëndruar të fortë kur me lehtë ishte të dorëzoheshe, si kemi falur të tjerët dhe veten. Si jemi përpjekur për të qenë më të mirë se dje. I pranoj të gjitha, i marr me vete pa frikë, se janë pjesa ime, rruga ime. Ka ditë kur jam ndier e fortë, ka ditë kur jam thyer, por gjithmonë kam mbetur një njerëz që kërkon të rritet, sepse njeriu nuk mbaron kurrë së rrituri. Ëndrat nuk kanë moshë dhe nuk infektohen. Edhe pak në ndajnë që të rifillojmë numërimin nga e para, të ndezim motorin e shpirtit dhe të realizojmë më shumë se dje, por në thelb të qëndrojmë njerëz më të mirë në këtë udhëtim. Fillimisht kërkoj për veten të kem sa më shumë dashuri e mirësi për të ofruar. E për botën kërkoj njerëzillëk, paqe dhe shumë harmoni. Gëzuar. Përshëndetje të gjithë. Gëzuar vitin 2026. Qoftë ky vit me sa më shumë harmoni, begati dhe arritje. 2025 kishte vështirësitë e saj, po prap ishte i mbuluar me ngjyra. Nga zemra ime e vogël ju uroj dashuri, suksese dhe plotësim ëndrash. Nga unë Leandra dhe Lois. Gëzuar vitin e ri! Ho, ho, ho! E ngjej gëzimin tuaj! Kam daluar në çdo shtëpi me dhurata dhe përqafime, por një dashuri e veçantë do të qëndrojë në studion tuaj për shikuesit, panelistët dhe ty, Alma Mehmeti. Elvët këtu thonë që programi juaj sjell art të ëmbël për fëmijët. Gëzuar dhe suksese për çdo ëndër që realizoni, me shumë dashuri.